le t'i hymë drejt e në temë dhe të zbulojmë së bashku historinë e Naim Frasherit. Ai është shumë më tepër se një poet. Ai është figura kyçe e rilindjes kombëtare, zëri që, pa egzagerim, i dha formë dhe shpirt një kombi të tërë. Ja pra, ti Shqipëri, më jep nder, më jep emrin shqiptar. Këto fjalë, ato janë thelbi i gjithçkaje që përfaqësonte Naim Frashëri. Nuk është thjesht një varg poetik, apo jo, është një manifest, një deklarate pastër dhe dashurie që u bë si një thirrje për bashkim për çdo shqiptar. Pra, për ta kuptuar vërtet Naimin, duhet të shohim përtej shkrimtarit, duhet kuptojmë rolin e tij si zëri që, le të themi, ndezi shkëndijën e një lëvizje të tërkombëtare. Ai ishte shumë më tepër se një shkrimtar. Ai ishte si ndërgjegja poetike e kombit, pikërisht në momentin kur kishte më shumë nevojë. Dhe ja ku vjen nofka e tij e famshme, Bilbili i gjuhës shqipe. E dini, ky epitet nuk është as pak i rastësishëm. Mendojeni pak, kam nga një bilbili është e bukur, depërtuese, e pamundur ta injorosh. E po, pikërisht të tilla ishin vargjet e Naimit, ato depërtuan sell dhe zgjuan një komb të tërë nga një gjumë shekullor. Okej, por lind pyetja, nga vinte gjithë ky pasion i zjarrt? Për ta kuptuar, duhet të kthehemi pak pas në kohë. Le të shohim rrënjët e tij, sepse aty fshihen themelet e gjithçkaje që ai besonte dhe përfaqësonte. Gjithçka fillon në fshatin Frashër, në një familje ku dashuria për atë dheun ishte, le ta themi, buka e përditshme. Mbi këtë bazë të fortë, ai shkon në një nga shkollat më të mira të kohës, gjimnazin Zosima në Janine. Imagjinoni pak, një mendje etur për dije që përballet me letursinë dhe filozofinë botërore. Ishte pikërisht ky kombinim që farkëtoi intelektualin dhe patriotin që më vonë do të zgjonte një komb. Këtu kemi një kontrast, një dualizëm vërtet interesant në jetën e tij. Nga njëra anë, ai ishte një nëpunës civil i Parandorisë Osmane, duke punuar në zemër të saj në Stamboll, por nga ana tjetër, zemra dhe mendja e tij ishin 100% me Shqipërinë. Dhe e dini çfarë? Ndoshta ishte pikërisht ky tension i brendshëm, ky konflikt që i dha penës së tij një fuqi kaq të jashtëzakonshme. Mirë, tani le të flasim për armën e tij më të fuqishme, penën. Për Naimin, letërsia nuk ishte thjesht art për hir të artit. Jo, për të ishte një mjet, një vegjël për të ndërtuar diçka shumë më të madhe, një ndërgjegje kombëtare. Marrim për shembull BGT e buqësi. Ai nuk shkroi thjesht një poem aty. Ai pikturoi me fjalë një Shqipëri idilike. Ishte si të thoshte bashkëdathetarëve: shikoni sa e bukur është toka jon, shikoni dinjitetin e jetës së thjeshtë. Ishte në thelb një thirrje e fuqishme për të kthyer te rrënjët. Pastaj kemi lulet e verës. Këtu shohem një anë tjetër të tij, thellësinë e ndjeshmërisë. Ai flet për tema universale, për jetën, për dashurinë, por edhe këtu, sfondi, ngjyra është gjithmonë atë dheu. Kjo na tregon se ai nuk ishte vetëm patriot, por edhe një mendimtar i thellë, një filozof. Dhe tani, krye vepra strategjike, historia e Skënderbeut. Duhet ta kuptojmë këtë. Ai nuk po shkruante thjesht një poem historike, as pak. Ai po bënte diçka geniale. Ai po jepte shqiptarëve një hero, një pikë reference, një simbol të patyshëm rreth të cilit mund të bashkoheshin të gjithë. Në thelb, ai e përdori historinë si një mjet për të ndërtuar të ardhmen, vërtet e zgjuar. Por Naimi ishte shumë më tepër se fjalë të bukura. Ai e dinte fare mirë se poezia nuk mjaftonte. Një komb i lirë duhet ishte një komb i arsimuar, dhe kështu ai u përvesh punës me mishe me shpirt për t'i dhënë dritë kombit të tij, dritën e dijes. Dhe shikoni sa i mençur ishte plani i tij. Ai nuk tha thjesht hapni shkolla, jo. Ai e kuptoi se duhej një strategji me 3 hapa. Hapi i parë, të lëvrohet gjuha, ta bëjmë të pastër dhe të përdorshme. Hapi i dytë, të krijojmë mjetet, pra tekstet shkollore, abetaret, dhe vetëm atëherë, kur themeli ishte gati, hapi i tretë, të ndërtojmë shkollat. Ai ishte, padyshim, arkitekti i sistemit ton modern arsimor. Dhe pastaj vjen ky varg i famshëm, dhe dritë e diturisë, përpara do na shpjer. Ky varg i vetëm u bë si një him për breza të tërë. Ai përmbledh gjithë filozofinë e tij. Liria e vërtet, përparimi i vërtet, vjen vetëm përmes dritës së dijes. Ishte thirrja e tij për veprim, për një arsimim masiv. E pra, gjithë kjo punë e madhe, por si qëndron trashëgimia e tij sot,
Le të shohim se pse ndikimi i Naimfrashërit është në fakt i pavdekshëm. Këtu ka një ironi të hidhur. Ai vdiq në mërgim në Stamboll, larg vendit të cilit i kushtoi jetën, por historia nuk mbaron këtu. Kthimi i eshtrave të tij në Shqipëri në vitin 1937 ishte një moment jashtëzakonisht i fuqishëm dhe simbolik. Ishte sikur Bilbili, më në fund, u kthye në folen e tij. Pra, për ta përmbledhur, trashëgimia e tij është masive dhe e qartë. Ai nuk ishte thjesht një poet, ai ishte ideologu që formosoi mendimin e një epoke të tërë rilindjes. Ai ishte babai i shkollës moderne shqipe dhe mbi të gjitha, ai mbetet një simbol i përjetshëm i tre gjërave: dashurisë për atë dhe unë, për gjuhën dhe për dijen. Dhe kjo na lë me një pyetje të thellë për të gjithë ne. Si ka mundësi që zëri i një njeriu të vetëm të formosoj fatin e një kombi të tërë? Historia e Naimfrashit është prova e gjallë se fuqia e fjalës, e ideve dhe e përkushtimit të palëkundur të një individi mund të ndryshojë vërtet rrjedhën e historisë. Trashëgimia e tij na bën të mendojmë seriozisht për ndikimin që mund të ketë një zë i vetëm, kur ai zë flet me zemër dhe me mendje.